Shëndetje nxënës, mirë se erdhët në e-klasa. Unë jam mësuesja Mirvet nga shkolla fillore Ismail Qemali nga Shkupi. Sot në lëndën mësimore gjuhë shqipe do të mësojmë njësinë fjalori. Qëllimet e orës mësimore. Të përvetësoni kuptimin mbi fjalorin, të dini se në fjalor fjalët renditen sipas rendit alfabetik dhe në krah të çdo fjale jipen shpjegime dhe hollësi të tjera. Kur mësojmë ose lexojmë një libër, një revistë ose gazetë, shpesh hasim fjalët që nuk i kuptojmë. Ndodh që nuk kemi pranë ndonjë të rritur të na i shpjegojë këtë. Kujt duhet t'i drejtohemi? Për këtë na shërbejnë fjalorët. Fjalori përmban fjala dhe shprehje të ndryshme të gjuhës shqipe. Këto fjala radhiten sipas rendit alfabetik. Në krah të çdo fjale jepet shpjegimi dhe hollësi të tjera. Për shembull, nëse e kërkojmë në fjalor fjalën veri, ne do të shohim këtë. Në anë të majtë është drejt shkrimi, apo si fjala veri shkruhet drejt dhe sakt, kurse në anë të djathtë kemi shpjegime gramatikore. Shkronja u na tregon që fjala veri në trajtën e shquar merr mbaresën u. Dhe ne e dim se mbaresën u në trajtën e shquar marrin emrat e gjinisë mashkullore. Pra, kjo m-ja këtu na tregon që fjala veri është në gjininë mashkullore. Kuptimi i parë i fjalës veri. Fjala veri don të thotë pika e horizontit që është përkundrejt jugut, drejtimi në të kundërtën e jugut, ana që është në të majt kur kthehemi me fytyrë nga lindjelli. Në vazhdim janë fjalit ku përdoret fjala veri. Ylli i veriut, në veri të qytetit apo fshatit, me dritare nga veriu, sheh nga veriu, fryn nga veriu, vjen nga veriu, busulla tregon veriun. Kuptimi i dytë i fjalës veri. Vend që gjendet në këtë drejtim, banorët e këtij vendi. Veriu i Evropës, detet e veriut, banorët, popujt e veriut, poli i veriut. Kjo shkurtesë tregon që kuptimin gjeografik e ka pika më veriore e rruzullit toksor. Në fjalor, fjalët renditen sipas rendit alfabetik. Në anë të djathtë kemi alfabetin e gjuhës shqipe dhe shkronjat sipas rendit alfabetik, prej te a-ja deri te zh-ja. Në fillim të fjalorit janë fjalët që fillojnë me shkronjën a, më pas ato që fillojnë me shkronjën b, me c e kështu me radhë. Për shembull, acar, baba, cak, çantë e tjerë. Fjala acar është renditur e para sepse fillon me a. Fjala baba është renditur e dyta sepse fillon me b dhe shkronja b është shkronja e dytë e alfabetit. Fjala cak është renditur e treta sepse fillon me shkronjën c dhe shkronja c është shkronja e tretë e alfabetit. Fjala çantë është radhitur e katërta sepse fillon me shkronjën q dhe shkronja q është shkronja e katërt e alfabetit. E kështu me radhë. Për fjalët të cilët në fillim kanë të njëjtën shkronjë, renditja bëhet në bazë të shkronjës të dytë të fjalës. Për shembull, fjalët abetare, ankth, artist e tjerë, shkronjën e parë e kanë të njëjtë, shkronjën a, po shkronja e dytë ndryshon. Te fjala abetare, shkronja e dytë është b, te fjala ankth, shkronja e dytë është n, te fjala artist, shkronja e dytë është r. E dim që shkronja b është shkronja e dytë e alfabetit, ndërsa shkronja n, ja ku e kemi, është dikun nga mesi i alfabetit. Do me thënë, shkronja b në alfabet renditet para shkronjës n. Prandaj, në fjalor, fjala abetare
renditet para fjalës ankth. Fjala artist të shohim shkronja N dhe shkronja R ku gjendet. Ja shkronjën N siç e pam dhe shkronja R e cila gjendet pas shkronjës N. Do me thënë, prandaj fjala artist gjendet pas fjalës ankth, sepse shkronja R në alfabet gjendet pas shkronjës N. Fjala dhe gjendet pas fjalës ari. Pse? Të shohim shkronjat e para, të dy fjalët i pas kanë të njëjta. Shkronjën e dytë, fjala dhe e ka t, fjala ari e ka r. Të shohim shkronjat t dhe r ku e kanë vendin. Ja ku është shkronja t, ja ku është shkronja r. Do me thënë, shkronja t në alfabet është pas shkronjës r, prandaj fjala dhe gjendet pas fjalës ari. Këtu kam nxjerrë një flet nga fjalori i gjuhës shqipe, faqen e shkronjës a. Siç e vëreni, të gjitha fjalët fillojnë me shkronjën a, po jo rastësisht ndonjëra është e para, e tjerat me radhë. Ti krahasojmë fjalën abetare dhe fjalën aeroplan. Shkronjën e parë të dy fjalët e kanë të njëjta. Prandaj duhet t'i renditim sipas shkronjës të dytë. Shkronja e dytë te fjala abetare është b, te fjala aeroplan është e. Shkronja b është shkronja e dytë e alfabetit, ndërsa shkronja e është shkronja e shtatë e alfabetit. Prandaj fjala abetare radhitet para fjalës aeroplan. E njëjta vlen për të gjitha shkronjat dhe fjalët tjera. Do me thënë, fjalët në fjalor radhiten sipas rendit alfabetik. Ti shohim këto dy fjalët e fundit, për shembull, fjala arë dhe fjala atdhe. Ja ku është shkronja r dhe ja ku është shkronja t. Do me thënë, shkronja r në alfabetin e gjuhës shqipe renditet para shkronjës t. Prandaj, fjala arë është para fjalës atdhe. Të shohim ndonjë fjalë ku edhe shkronja e dytë është e njëjtë, po e treta ndryshon. Për shembull, akrep dhe akull. Shkronja e parë është a, shkronja e dytë k dhe të dyja. Prandaj duhet të vendosim t'i renditim sipas shkronjës së tretë. Shkronja r dhe shkronja u. Ja ku është shkronja r para shkronjës u. Prandaj fjala akrep në alfabet qëndron para fjalës akull. Shpresoj që e keni të qartë. Detyra. Të radhitni sipas rendit alfabetik emrat e antarëve të familjes suaj. Këtë mësim e keni në libër të leximit në faqen 138, libri nga autoret Rita Petro dhe Natasha Pepivani. Nëse keni fjalor në shtëpi, shfletoni dhe mundohuni të gjeni kuptimin e fjalëve.